Një i dënuar me burgim të përjetshëm që po transferohej nga burgu i Peqinit në burgun e Burrelit është gjetur lënë narkotike në çorape teksa tentonte ta fuste brenda në qeli. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve informon se bazuar në informacionet paraprake të marra në rrugë operative nga strukturat e shërbimit të kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Adriatik Kupi, për arsye sigurie është kryer transferimi të dënuarit me burgim të përjetshëm Miklovan Parubi nga institucioni i vuajtjes së dënimit Peqin në institucionin e vuajtjes së dënimit në Burrel. Gjatë kontrollit të imtësishëm të ushtruar në momentin e pranimit në IEVP Burrel, në materialet personale të dënuarit është konstatuar e fshehur në një çorape një qese e vogël e dyshuar si lëndë narkotike. Menjëherë janë njoftuar drejtuesit e institucionit shërbimi i kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, si dhe komisariati i policisë SMAT, i cili ka marrë dorëzim materialin për kryerjen e ekspertizës përkatëse. Miklovan Parubi është dënuar me burgim të përjetshëm për një vrasje të dyfisht dhe plagosjen e 4 personave të tjerë të ndodhur në vitin 2016 në Dajç të Shkodrës. Në dëshminë e dhënë pas arrestimit ai kishte deklaruar se ka kryer krimin nën efektin e lëndëve narkotike.